Gjoni kapitulli 16 tani. Shikojmë vargun 7. Megjithatë unë ju them të vërtetën, është mirë për ju që unë të shkoj, sepse po nuk shkova, nuk do vi tek ju ngushëlluesi, por po shkova, unë do t'ju a dërgoj. Dhe vazhdojmë më poshtë, 13. Vargu 13. Po kur të vi ai, fryma e së vërtetës, ai do t'ju pri në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flas nga vetja, por do të thotë gjithë ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtoj gjërat që do vinë. Ai do të më përlëvdoj sepse do të më marr prej meje dhe do t'ju kumtoj. Shumë fuqishme. Jezusi po i thot atyre që unë do iki. Ka ardhur kua unë do iki. Nuk do më shikoni më. Por ama unë do t'ju dërgoj frymën e shenjtë. Dhe ai do t'ju dërgoj të gjitha të vërtetat. Unë tha, fizikisht do iki. Por ama fryma e shenjtë, fryma e të vërtetës do t'ju vi dhe të tregoj gjithë të vërtetat. Prandaj ne në çdo moment të jetës varemi nga fryma e shenjtë e Perëndisë. Në moment gëzimi, në moment dhimbjeje, në moment dyshimi, në çfarë do lloj momenti, varemi nga fryma e Perëndisë që është brenda neve. Prandaj falenderojmë Jezusin që bëri këtë sakrificë. Erdhi, u torturua, vdiq në kryq për ne. Pas 3 ditësh u ngjall. Edhe dërgoi frymën e shenjtë në ditën e Pentekostit. Qofshi të bekuar dhe varuni çdo sekond të jetës nga fryma e shenjtë e Perëndisë. Pastor Fajketi.